Në një deklaratë për gazetarët, kreu i opozitës Sali Berisha reagoi pas publikimit të raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë, duke cilësuar atë si një akt akuzë të plotë ndaj qeverisë Rama. Berisha tha se raporti evidenton deformimin e zgjedhjeve, korrupsionin e përhapur, kolapsin e sistemit gjyqësor dhe kontrollin e medias. Ai theksoi se në dokument nuk përdoret askund fjala shkëlqim apo cilësime të ngjashme, duke akuzuar përfaqësues të qeverisë dhe diplomat si po përpiqen të dezinformojnë opinionin publik dhe përmbajtjet reale të raportit. Ekzekutivit. Është e vërteta. Polarizim politik dhe mungesë dialogu, polarizimi politik dhe mungesa e dialogut dëmtojnë procesin parlamentar. Kjo është e vërtetë. Vendimet e gjykatës kushtetuese nuk zbatohen. E ka gjujtur me top. Nuk ka shtet ligjor pa vendim pas zbatim të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Ja ku janë? Edi Rama dje mburrej. Pasi nxori djallin nga dera, ju kthye nga dritarja, kërkonte të na binte se përshëndeste vendimin e gjykatës kushtetuese. Po nëse ti përshëndet vendimin e gjykatës kushtetuese, o hipokrit. Po për hiret e Olga Gjashkës, Olta Gjashkës e bën të paqen gjykatën. Apo ke aksione në pronat që ka grabitur i shoqës së saj. Bashkë me Olsin. Ja pra, grihet thot se dje thot tregoj gjykata pavarësinë. Po gjykata ka treguar pavarësinë edhe në rastin e Olta Gjashkës. Po prandaj e shkruajtur këtu raport. Që nuk zbaton vendimet e gjykatës kushtetuese. Dhe ky është akt tmerrsisht i rëndë. Çfarë ka këtu për shkelqim, ty pyesim ata që na thonë shkelqim? Se shkelqim ky është ndryshk. Prandaj qytetar shqiptar, lexoni raportin, mos u besoni deklaratave me origjinë obtuze. Berisha theksoi se raporti i Komisionit Evropian është një pasqyrë e qartë të dështimeve të qeverisë Rama dhe i kolapsit institucional në vend. Ai deklaroi se Shqipëria plotson vetëm kriterin gjeostrategjik të rrugës drejt BE-s, ndërsa të tjerat janë shkelur. Sipas tij, raporti konfirmon akuzat e opozitës për kapjen e institucioneve, politizimin e administratës dhe mungesën e shtetit ligjor.